LDK. Dhe sonte në këtë konferencë të shtypit të parën dhe të fundit, shpallim fitoren dhe në këto komuna. Në Pej me Gazmend Muhaxherin me 61% mbështetje. Në Viti me Sekal Haliti e jo urrëtien që duan shpresën dhe jo frikën. Është fitore e Kosovës që refuzon përçarjen dhe zgjedh unitetin kombëtar. Për këtë jemi krenar të gjithë, për këtë mburremi të gjithë në LDK. Dhe sonte në këtë konferencë të shtypit të parën dhe të fundit, shpallim fitoren ku LDK udhëheq në plot 7 sosh dhe kështu vendosur qartë LDK si partinë me numrin më të madh të komunave që qeverisë nga këto zgjedhje lokale. Dhe sonte dua t'i drejtohem me plot mirënjohje të thellë secilit aktivist tonin, secilës vajzë, secilit djalë, burrë grua, secilës familje, që për javë të tëra kanë lënë çdo gjë anash për të bërë pjesë e këtij rrugtimi. Ju që ecët derë më derë, lagje më lagje, qytet më qytet, ju që e mbajtët flamurin ton me plot dinitet, ju jeni shtylla kryesore e fitores sonë. Prandaj ju them se fitoria sonte është fitore e juaja, është shpërblim i punës dhe angazhimit tuaj, i përkushtimit dhe mbi gjitha besimit që keni ndaj nesh. Por sonte dua t'ju flas dhe atyre që nuk na kanë votuar. T'u them se demokracia është për të gjithë dhe Kosova është e të gjithëve. Këtë republik asnjë qytetar nuk duhet të ndihet humbës, sepse zgjedhjet ndajnë e na ndajnë vetëm për një ditë, pas saj na bashkon një qëllim i përbashkët dhe gjitha një përgjegjësi e madhe për ndërtuar Republikën e Kosovës. LDK nuk fiton asnjëherë për ndarë,